Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Korreshi ka kërkuar në kuvend praninë e ministres së shëndetësisë Evi Sala, që t'i jap llogari për një çështje që ai e sjell nga Lushnja. Korreshi deklaroi se në pediatrinë e Lushnjës ka minj. Faleminderit kryetar. Edhe unë kisha një pyetje me të thënë drejtën atë ministre e shëndetësisë që o kanë zënë syte. Tani se doja ti tregoja pak pamjet e pediatrisë Lushnjë që po na hanë minjt. Minjt. Po lozin minjt e pediatria Lushnjë, zoti kryetar. Prandaj duam interpelancën. Edhe nuk është ajo godina që gjoja do rregullohet. Urdhëron miu këtu si hedh valle. Te kalamajt e Lushnjës. Kështu që të vijë ajo shoqja ministre të le ato buzkuqit që nuk po e thresë për pilaf. Po e thresi për minjë që po na hanë, kalamajnë. Ose na sillen e fotografi këtu edhe të shmallime me fotografinë e ministres. Se është turp që më të shtyhet interpelata, sa herë vjen radha mu, ka ik drejti pa ditur ministre e shëndetësisë. Po na hanë minjë.